Një operacion i finalizuar me sukses nga ndërhyrja e drejtorisë vendore të policisë së Vlorës dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë ka liruar një person i cili mbaj peng prej më shumë se 2 javësh në një ambient në qytetin e Vlorës. Nga ndërhyrja në kohë e policisë së Vlorës dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë janë ndaluar dhe shoqëruar 4 persona si të dyshuarit kryesor për mbajtjen peng të riut. Ndërkohë që burimet nga policia e Vlorës bën me dije se ka qenë një telefonat nga motra e personit të cilës është mbajtur peng, i cili nuk përgjigje prej më shumë se 2 javësh në telefonin e familjarëve. Burime konfidenciale nga policia e Vlorës bën me dije se pengmarrja ishte për një gjobvënie për 70.000 euro. Mbajtën peng dhe dhunuan një shtetas nga Kosova me qëllim përfitimin e 70.000 eurove, arrestohen në flagrancë 3 shtetas. Sekuestrohen lëndë narkotike, dyshuar kanabis sativa dhe një radio marse dhënse e ngjashme me ato të policisë. Policia njofton se ka finalizuar kështu operacionin e koduar Pengu. Sektori për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, në seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në këtë drejtori, pas marrjes informacionit nga familjarët se një pjesëtar i familjes së tyre mbaj peng në një apartament në qytetin e Vlorës, organizuan me njërë punën për lokalizimin e banesës, kapjen e autorëve dhe lirimin e shtetasit të mbajtur peng. Si rezultat i veprimeve të shpejta dhe profesionale në kuadër të operacionit policor të koduar Peng, u bë e mundur kapja në flagrancë e shtetasve, një 25 vjeçar, një 18 vjeçar dhe një 35 vjeçar, të 3 banues në Vlorë. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas në një apartament në rrugën Janaj Qilice, lagja Osman Haxhiu, kishin rëmbyer dhe mbajtur peng që prej datës 28 nëntor 2025. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas në një apartament në rrugën Janaj Qilice, lagja Osman Haxhiu, kishin rëmbyer dhe mbajtur peng që prej datës 28/11/2025 një 39 vjeçar banues në Mitrovic, Kosovë, duke e dhunuar fizikisht dhe duke i kërkuar shumën prej 70.000 eurosh për lirimin e tij. Gjatë operacionit policor u bë e mundur lirimi menjëhershëm i shtetasit të mbajtur peng, i cili ka marrë dhe kujdesin e nevojshëm shëndetësor. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesë, në posedim të njërit prej shtetasve, u gjet dhe sekuestruar një sasi lëndë dyshuar narkotike llojit kanabis sativa, si dhe një radio marse dhënse e ngjashme me ato të policisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprat penale rëmbim ose mbajtja peng e personit, e kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja lëndëve narkotike dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës.